Deklaratat e zëvendësministrit të punës dhe mirëqenies sociale Qazim Rahmani të bëra në një intervizë dhënë në njërin nga mediumet tona, ku ai mohon identitetin egjiptian si pakicë kombëtare, duke thënë se ky komunitet është i shpikur dhe se të gjithë egjiptianët janë ashkali, ka nxitur reagimin e ashpër të pjesëtarëve të komunitetit egjiptian dhe deputetit Veton Berisha. Ai këto deklarata i cilësoi të pamatra dhe dhënë nga një njeri jo kompetent, me qëllim që të krijojë konfuzitet për identitetin e këtij komuniteti. Në radhë parë, unë falenderoj zotin Rahmani për iniciativën e tij dhe guximin e tij për të komentuar çështjet të cilat fare nuk hyjnë në fushën e tij. Vërtet edhe vetë komentimi është i pavlefshëm në raport me ato se kush e thot këtë çështje. Ne e dim fat për komunitetet tona është që ne veç po edukohemi, dhe më thonë kemi një ngritje shumë të mirë nacionale, dhe se cilin nga ne e din se kush është përgjegjës ta interpreton identitetin e të tjetrit. Ne çdo deklaratë edhe tani nuk jemi të mësuar me këto deklarata, edhe këto tani, edhe të kalumen, edhe në të ardhmen, i marrim me shumë qetësi për shkak që fati i komuniteteve tona ma nuk është në dorën e njerëzve të cilët nuk janë thirrur në radhë të parë. Dhe çështja dytë e ka nivelin aq të ulët të edukimit dhe të edukatës familjare, ku arrin për me realizu interesat e tyre politike, arrin të përçajnë dhe të fusin konflikte në mes të dy vëllezërve, dhe kjo do të përfundoj kjo kohë, vërtet për shkak që nuk mund ta kompromitosh edhe veten edhe komunitetin për qëllime tua personale. Ndërsa ne bëjmë thirrje nga këtu, komuniteti egjiptian dhe komuniteti ashkali, këto deklarata ti merr me qetësi, ti analizoj dhe të vlerësoj se kush qëndron prapa këtyre deklaratave, cili është qëllimi i këtyre deklaratave dhe për çfarë arsye bën këto deklarata. Mendoj që është koha fundit që ne të tregojmë të pjekur politikisht, të bëjmë thirrjen e bashkim kombëtar, të bëjmë thirrjen në ato vlera ku gjitha rregullat ndërkombëtare, gjitha faktet tona flasin për ekzistimin e komunitetit egjiptian, flasin faktet, flasin gjitha dhënat që janë prezente. Egjiptianët nuk ekzistojnë vetëm në lagjet të caktuara në Kosovë, egjiptianët janë egjiptian ballkanik. Kjo është shumë lehtë vërtetohet dhe të dihet se ku jetojmë ne. Vetë fakti i tendencës për të na identifikuar që ne jemi pjell e ish Jugosllavisë ose Serbisë, vërtet është shumë e ulët, sepse ish Jugosllavia nuk ka ekzistuar në Shqipëri, nuk ka ekzistuar në Bullgari, nuk ka ekzistuar në Greqi. Dhe vetë ky fakt dhe këto fakte elementare ku thuhet që egjiptianët nuk ekzistojnë as në Egjipt, janë shumë të ulta. Deputeti Berisha gjithashtu apeloi tek pjesëtarët e komunitetit për maturi e qetësi ndaj deklaratave të tilla. Nga ky moment edhe nga ky rast, unë bëj thirrje secilin që ti merr me qetësi, të reagoj pjekur. Nuk kemi nevojë për asnjë konflikt ndërmjet nesh, sepse këtu ka veç tendencë për krijim të konflikte dhe të situatave. Bëjmë thirrje edhe zotin Rahmani edhe të tjerë cilët përfitojnë nga komuniteti edhe egjiptian dhe ashkali. Të ulem në tryezën e cila është tryezë shkencore, e cila thret në argumente, e cila thret i fton njerëz të thirrur, domethënë që kanë ma tepër se shkollën e mesme të kryer, dhe këta njerëz janë të vetmit që kanë mundësi me thonë të vërtetën tonë. Me këtë rast ne po ushqejmë edhe komunitetin shqiptar me dezinformata, po krijojmë hapësirë për interpretim edhe të identitetit tonë, e fatkeqësisht kjo po bëhet në emër të popullit për të qenë dhe për të qëndruar më gjatë në politikë, dhe nuk mendoj që politikanët janë pronarë të popullit dhe duhet të sillen ashtu se si çdojnë ata. Ne si politikan duhet një herë për gjithmonë të heqim dorë nga kjo situatë dhe ne e dim secili për secilit identitet i takon. Edhe zotin Rahmani, unë i dëshiroj shëndet, edhe i dëshiroj që vërtet ketë një edukat më të mirë, edhe thuhet në popull që personit të cilit i vije fundi, ai duhet të thotë diçka. Ndërsa ne mendojmë që ai duhet lënë në gjurmë të mira, mendoj që ka qenë mjaftueshëm për 15 vite ta mbajë një popull peng, dhe ai popull është populli i cili e ka dëshminë, e ka argumentin. Ne bëjmë thirrje që ta ruajmë gjakftoftsinë, të jemi popull një, jemi një popull, se kush jemi ne, nuk e them asun si Veton Berisha, ku e kam të paktën një fakultet të kryer, po nuk duhet ta thot as zoti Rahmani, ku nuk arrit ta kryer as shkollën e mesme. Domethënë nuk po aludoj, nuk është situata që unë dyshoj në profesionalizmin e tij, po vërtet është veprimi më i ulët i një njeriu
i cili del me gjykimet e tilla. Ne falenderojmë komunitetin edhe egjiptian dhe ashkali për gjakftoftsinë dhe për situatën, për besimin i cili do ta krijon vetë besimin tek e vërteta dhe nuk do të bie prej këtyre dezinformatave që janë kryer këtu me qëllime politike.